Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush është ky person që nuk ju haron dot? Pra, kush është ky person që nuk ju haron dot? Dhe këtë do ta zbulojmë me anë të tarotëve, shenjave të horoskopit dhe gërmave të alfabetit. Pra, kush është ky person që nuk ju haron dot? Është shumë i menduar për ju. Për atë ti je si kjo mbretëresh e monedave. Është shumë i menduar dhe gjithmonë të kujton në çdo moment dhe nuk të haron dot. Po mediton, është në vetminë e tij dhe mediton. Do të reflektoj me botën e tij të brendshme. Është shumë i mërzitur. Dhe pse keni pasur probleme dhe jeni ndar, ai nuk ju haron dot. Ju ka në çdo moment në mendjen e tij dhe është i fokusuar tek puna për të haruar gjërat jo të mira që ju kanë ndodhur. Një lajm i papritur i befasishëm ju vjen nga ky person. Ky person është shumë i dashuruar me ju, është shumë i mërzitur dhe juve ju shikon si kjo kupe argjend që i sjell në botën e tij shpirtërore gjithmonë dashuri, mirësi. Për të ti je mbretëresha e kupave, e kupës. Një person shumë i pastër nga ana shpirtërore. Dhe ai nuk ju haron kurrë. Ju mban gjithmonë në zemrën dhe në shpirtin e tij. Ky do të mbyll një kapitull të vjetër, është shumë i lënduar, shumë i mërzitur dhe i lënduar, sepse ka pasur probleme, por juve ju ka në shpirt, në zemër. Juve ju shikon si sultanesh dhe jeni femra e tij e fshet e zemrës dhe jetës së tij. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm të alfabetit? Me gërmën J, G, me gërmën E, J, A, H, Y, P, F, J, B, D, G, L dhe Q. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshqit, me gaforen, me denin, virgjëreshën, shigjetarin, binjakët, ujorin, me brisjafin dhe me peshore. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.